Këtu është horoskopi i shtunë 17 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Nuk e përjashtoj që ju duhet të rishikoni diçka nga jeta juaj, të sillni njerëz që kanë ikur, diçka ka ndryshuar në familje, ju mund të pranoni se keni bërë diçka të gabuar. Demi. Dashuria zgjohet, fal edhe risive që mund të lindin brenda pak ditësh. Sot keni forcë dhe rezistencë të madhe. Binjaket. Tani vërtet mund të bëni më të mirën tuaj. Do të keni energji rekord. Horoskopi është i mirë edhe për takime romantike. Gaforja. Ditë e favorshme në përgjithësi, surprizë e mundshme pas dite. Diplomaci në lidhjet e dashurisë do të vendosni ultimatume, por do të keni forcën për të ndryshuar gjërat në favorin tuaj. Luani. Përkundër gjithçkaje ju ndjeni një aluzion të agjitacionit tek ju. Kini kujdes, dashuria kërkon qartësi, veçanërisht nëse keni qenë të pasigurt për një kohë të gjatë. Virgjeresha. Për ata që kanë pasur probleme dashurie ose familjare, është më mirë tani, por nuk keni pse të mendoni për të kaluarën. Këto ditë duhet të përpiqeni të rigjeni palestrën. Peshorja. Situata është një luftë. Nëse ju duhet të hapni padi apo mosmarrëveshje, përpiquni të veproni vetëm nëse ja vlen një ditë e ulët. Akrepi. Situata e përgjithshme por i kuperohet qartë për ata që kanë qenë të sëmur, kushto që është i martuar apo bashkëjeton nuk do të ketë asnjë dyshim. Yjet favorizojnë sqarimet. Pak maturi në çështjet ekonomike, shumë shpenzime dhe disa vonesa. Shigjetari. Duhet t'ju lutem që të mos jeni argumentues, harroni atë që ndodhi. Vëmendje në dashuri për të kaluarën, një shigjetar i vërtet nuk duhet të tërheqë kur hapat e tij. Bricjapi. Nervozizmi dhe tensioni. Është gjithmonë e këshillueshme që të jeni të kujdesshëm me shpenzimet, ato kanë qenë shumë të fundit. Ujori. Dita ju bën të pambrojtur dhe do të duhet të luftoni për të mbajtur idetë dhe parimet tuaja. Mbroni pronën dhe parat, është e vështirë për ju të lini më njën parat, por është e nevojshme ta bëni këtë. Peshqit. Është e mundshme që në këtë ditë dikush do t'ju bëjë një ofertë ose një ftesë. Për zemrat e vetmuara, do të ishte më mirë të shikonin përreth dhe përfundimisht t'i dorëzoheni një farë dëshire për të dashur nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.